SPA ka përfunduar hetimet për vrasjen e Fatbard Licit në Shkodër dhe ka dërguar për gjykim në gjykatën e Shkodrës 4 të dyshuarit: Safet Bajrin, Behar Bajrin, Astmer Bilalin dhe Erja Agon. 3 të parët akuzohen për vrasje me paramendim në formën e veçantë të bashkëpunimit, si dhe për veprat penale që lidhen me grupin e strukturuar kriminal dhe organizat kriminale, ndërsa Erja Ago akuzohet se ka drejtuar makinën e përdorur gjatë ngjarjes duke ndihmuar autorët në kryerjen e krimit. Sipas SPA, motivi vrasjes së Fatbard Licit lidhet me një konflikt të mëparshëm të Behar Bajrit, i cili dyshohet se Ibrahim Lici kishte vrarë me 15 korrik 2018 ish policin Boran Borçana, i cili u ekzekutua bashkë me partnerin e tij Silvin Doci, duke lënë të mbijetuar fëmijën 3 vjeçar. Hetimet tregojnë se mes të pandehurve dhe familjes Lici ka pasur konflikte të mëparshme të lidhura me kontrollin e territorit në Shkodër dhe ngjarje të tjera kriminale. Pas vrasjes së Borçanës dhe Ndoci, Behar Bajri në bashkëpunim me Safet Bajrin dhe Astmer Bilalin planifikuan dhe ekzekutimin e vrasjes së xhaxhait të Ibrahim Licit, Fatbard Licit, si akt hakmarrjeje. Sipas SPA, Safet Bajri dhe Astmer Bilali përdorën një mjet benz të vjedhur për të arritur në lokalin ku Lici po pinte kafen dhe Bilali qelloi viktimën. Pas krimit, Rustemi qëndroi në Shkodër, ndërsa Bilali u largua drejt Tiranës së bashku me Erja Agon, e cila akuzohet për përkrahje të autorëve të krimit. Ky proces shënon një nga rastet të më të ndërlikuara të hetimit të krimit të organizuar në Shkodër dhe vëmendja është e lartë pasi përfshin një seri ngjarjesh kriminale të lidhura mes tyre që përfshin hakmarrje dhe përdorim të mjeteve të vjedhura për ekzekutimin e krimeve.